Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Antarët e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Keith Seld nga radhët e Republikanëve, Suhas Subramnian nga Demokratët takojnë preshëv me përfaqësues të pushtetit lokal, partive politike shqiptare dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në fillim të këtij viti, Komiteti për Politikë të Jashtme i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan miratoi një projekt ligj ku kërkoi raport gjithëpërfshirës për pozitën e pakicave në Serbi me fokus të veçantë tek shqiptarët në luginën e Preshevës. Projekt ligj i hartuar nga kongresmeni Keith Seld parashikon shqyrtimin e disa çështjeve përfshirë pasifizimin e adresave, kufizimet në përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet publike, mosnjohjen e diplomave nga Kosova dhe mungesën e teksteve shkollore në gjuhën shqipe. Merret ata qëndruan në Beograd dhe Bosnjë dhe Hercegovinë dhe pritet të vizitojnë dhe Kosovën. Kryetare e komunës Preshevës, Ardita Sinani, e vlerësoi vizitën e kongresmenëve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare ndaj pozitës së shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi i shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60.000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e 4 më të madhe në këtë vend. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisë së Kurti, ministri i detyrë i digitalizimit dhe administratës publike, Lulzim Jakxhiu, premton digitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jakxhiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit të integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në një ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan. Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve, duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndërimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës. Ministri njoftoi dhe nisjen e projektit e-Kosova 2.0, për të cilën tha se do të sjellë qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale. Po ashtu, ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të fillojë zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. E-Kosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar. Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministrja dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Grvala, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetari i kësaj gjykate, Vëllënza Knushaj, me të cilin ka diskutuar dhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Grvala ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe në vendimarrje serioze të kështuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe të besueshëm mbeten prioriteti Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi. Prokuria e posaçme antikorrupsion me antimafin e Barit goditën një grup kriminal të dyshuar për pastrim të parave. Lëshohen 14 masa sigurie, nga të cilat 10 arrest me burg, 6 ekzekutuara në Itali dhe 4 në Shqipëri. Një i arrestuar në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Në pranga ka rënë Ergys Kastrati, i shpallur prej 2 vitesh në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, gruaja e tij dhe 2 shoferë që transportonin para. Në Itali, masa e sigurisë është komunikuar kreut të dyshuar të grupit kriminal Igli Kamberi, i arrestuar në korrik të vitit 2025 në Hungari. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.